Profeti alayhi salatu wassalam, gjithë se cili prej umetit tim, që e quan vetën musliman, do të futet në xhenet, përveç atij I cili refuzon. I than, o I dërguar I Zotit, po kush refuzon? Tha, ai I cili më ndjek mua do të futet në xhenet, ndërsa ai I cili më kundërshton mua do të futet në xhehenem. Pra e thënë ndryshe, refuzon të futet në xhenet, nuk e do këtë mirësi të madhe. Shohim të dashur besimtar se profeti alayhi salatu wassalam po na tregon rëndësinë e ndjekjes së sunetit të tij Muhamedit alayhi salatu wassalam. Të ndjekësh rrugën e profetit alayhi salatu wassalam do të thotë të ndjekësh rrugën që e don Allahu I lartësuar. Do të thotë të ndjekësh rrugën që fitohet dashuria dhe kënaqësia e Allahut të lartësuar. Do të thotë të meritosh të shpërblehesh me xhenetet e larta në saj të mëshirës së Allahut të lartësuar. Të ndjekësh rrugën e profetit alayhi salatu wassalam të dashur besimtar, do të thotë që Muhamedi alayhi salatu wassalam të jetë shembull I jetës tonë si musliman. Nuk mundet muslimani të marrë shembull tjetër në jetën e tij përveç se shembullit të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam në të gjitha drejtimet e jetës, në të gjitha situatat e jetës. Edhe kur të bëjmë gjërat më minimale, muslimani ndjek shembullin e profetit alayhi salatu wassalam. Qoftë kur të haj, qoftë kur të pi, qoftë kur të flej gjumë, qoftë me drejtësinë, me moralin, me karakterin që duhet ta karakterizojë një musliman. Sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte përkthimi në vepra I Kur'anit famëlart. Sepse profetin alayhi salatu wassalam Allahu do ta lartësonte në moral, do t'ja tregonte këtë gjë në Kur'anin fisnik. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Nuk ka dyshim se ti o Muhammed je në grada të larta të moralit. Dhe po ashtu thot Allah I lartësuar në Kur'anin fisnik, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Tek shembulli I dërguarit Muhammed alayhi salatu wassalam është shembulli më I bukur që duhet ndjekë muslimani, dhe ky musliman që e ka merak këtë rrugë të ndjek është ai që beson takimin me Allahun dhe beson ringjalljen.